me të gjithë shëmtin e ti, narkoshtetin shqiptar, lidhjet organike të ati që e quajnë tashmë mediat ndërkombëtare Noriega i Shqipërisë apo Ramaduro i Europës. Dje u shpallën organizat terroriste. Me sankcionet të thella, vëllezërit Hysi, miq dhe favorit të Noriegës apo Ramaduros. Mediat botërore sot në të katër anë të planetit informojnë këtë vllazëri, këta janë 4-5 vëllezër, si parelarësit kryesor të Sinaloas të Meksikës. Sinaloa e Meksikës është ndofta karteli më i fuqishëm i drogës në botë, dhe jo vetëm i drogës, i shumë aktiviteteve tjera kriminale. Prendoria e miqve të Edi Ramës njoftojnë mediat botërore, prendoria ekonomike e tyre shtrihet në shumë vende. Në Kanada, në zonat e indianëve të Kanadas që ka një lloj autonomie, me pallatin magjik, me dhjetra e dhjetra restorante, hotele dhe klube, por ato nga Quebeku dhe zonat e indianëve të Kanadas gjerë në Palermo të Italisë numrojnë në Vlorë, në Tiranë, në Shqipëri, numrojnë me qindra biznese, por në tërësi kazino Lojra Fati, me cilat në një marrëveshje lajnë miliardat e Sinaloas të Meksikës. Famoz vetëm restoranti Mirela restoranti, që mban emrin e bashkëshortes, ka transferuar në Shqipëri dhjetra milion euro nga zonat e indianëve të Kanadas. Tani, këtu kemi disa sekuenca pra janë mediat Reuters, është Reuters, agjensia kryesore e lajmeve në botë, që njofton sanksionet kundër familjes të prendorisë së kazinove meksikane dhe që lanë fondet e kartelit dhe që është i lidhur direkt me Edi Ramën. Vazhdojnë.
Meksika i mbyll 13 kazino. Shqipëria asnjë. Asnjë kazino nuk i mbyll. Tjetër. Qeveria e Meksikës dhe Thesari gjuajnë apo godasin grupin kriminal të sektorit të Bixhosit, lojrave të fatit. Lajm tjetër, është ba lajm botror. Tjetër. Tjetër, përsëri, media të tjera. Vazhdoni, kjo është bërë lajm botror. Tani mundësisht deklaratat e Rams. Përshëndetje, kryeministër. Rugova Dunisha nga Fox News. 2 ditë më parë në mediat meksikane në fakt është publikuar një lajm ku thuhet se karteli Sinaloas ka lidhje të ngushta me Shqipërinë, konkretisht me vëllezërit Hysa, njëri prej të cilëve në mediat shqiptare ditën e djeshme është publikuar një fotografi 2 viteve më parë në zyrën tuaj. Cila është marrëdhënia me luftar Hysën, marrëdhënia juaj dhe si komentoni akuzat e medias meksikane mbi pastrimin e parave të kartelit të Sinaloas në Shqipëri? Faleminderit. E para punës njerë, unë nuk besoj se ka një dallim të madh midis medias në fjalë meksikane dhe medias tuaj për shembull. Unë mendoj që është e njëjta gjë. Që do thotë që televizionit tani, mund të thuhet edhe kujt ja thot televizionit Bolinos këto, kur nuk i levërdis. Dhe mbi të gjitha unë e konsideroj të neveritshme që me edhe një ktheje pak nga para këtë se e zhurmova vetë gabimisht. Me një artikull që del diku, kudo qoftë. Merret meksikane në fakt është publikuar një lajm ku thuhet se karteli Sinaloas ka lidhje të ngushta me Shqipërinë, konkretisht me vëllezërit Hysa, njëri prej të cilëve në mediat shqiptare ditën e djeshme është publikuar një fotografi 2 viteve më parë në zyrën tuaj. Cila është marrëdhënia me luftar Hysën, marrëdhënia juaj dhe si komentoni akuzat e medias meksikane mbi pastrimin e parave të kartelit të Sinaloas në Shqipëri? Faleminderit. E para punës njerë, unë nuk besoj se ka një dallim të madh midis medias në fjalë meksikane dhe medias tuaj për shembull. Unë mendoj që është e njëjta gjë. Që do thotë që mund të thuhen të vërteta, por mund të thuhen edhe shumë gënjeshtra. Dhe mbi të gjitha unë e konsideroj të neveritshme që me një cop letër që del diku, me një artikull që del diku, kudo qoftë, merret një familje tërë shqiptare dhe kryqëzohet këtu nga mëngjesi deri në darkë, pa e pyetur fare, ore kush jeni, ore ku jeni, ore me çfarë merreni. Dhe pastaj lidhet njeriu më i kërkuar në botë, pasuria e cilit thuhet se është më e madhe se GDP-ja e Gjermanisë, me një hotel me më pak se 100 dhoma në Vlorë. Ja. Dhe një nga kartelet më të mëdha të botës i pastroka paratë në Shqipëri. Unë nuk e di domethënë si bëhen këto pas një kërkim, pas një verifikim. Thjesht kap shqiptar, kap amerikan, kap emra, përplasin pas murit, ngrije e uli trafikant, ngrije e uli kriminal, ngrije e uli të gjitha të zezave, ju qofshi, dhe Zoti ju pas në kujdes gjithë dhe ju që merreni me këtë sport. Realisht. Është realisht e dhimbshme, edhe është realisht e neveritshme, por unë jam krejt i pafuqishëm për të bërë
çfarë do gjë tjetër përveç se për ta vënë gjithë fuqinë time në dispozicion të vërtetave dhe të fakteve. Unë nuk njoh në një kartel, unë nuk kam asnjë lidhje me ndonjë aktivitet ilegal, unë nuk jetoj për të ngrënë më shumë dhe për të jashtë nxjerrë sa më shumë, unë jetoj për ca arsye të tjera që nuk ka mbase asnjë mundësi që t'ja u shpjegoj. Kështu që ju kam lënë Zotin të gjithë atyre që ndërtojnë të tilla fabula dhe jo vetëm për veten time, jo vetëm për mua, por për të gjithë ata që përfshihen në këto vrrulle të paimagjinueshme sulmesh dhe goditjes që shkatrojnë familje, shkatrojnë jetë njerëzish, shkatrojnë nerva, shkatrojnë fëmijë, shkatrojnë gjithçka. Ju qofshi, nuk di çfarë them domethënë. Doli një artikull atje dhe mbushet gjithë rrjedhi i kanaleve të vatanit këtu me një lumhane që nuk di domethënë se si bëhet për ta frenuar, është 8 mars. I dha lejen e hotelit me 5 yje, e shpalli investitor strategjik 10 vjet pa taksa, i dha licencën e kazinos, klanit të Sinaloas, vëllezërve Hysi në një ndër pozicionet më të fuqishme, në kartelin më të fuqishëm të drogës në botë që është Sinaloa. Pra, kartelet e drogës i kanë dyert e hapura anë kam në Shqipëri, por për qytetarë shqiptar dhe për të gjithë ata të cilët duke refuzuar mbështesin narkoshtetin shqiptar, duke e mohuar ekzistencën, mbështesin narkoshtetin shqiptar, po lexoj për kufizimin. Se narkoshtet është termi politik dhe ekonomik që përdoret për vendet në të cilat të gjitha institucionet legjitime janë infiltruar nga fuqia dhe pasuria e tregtisë ilegale të drogës dhe përfaqësuesit e kësaj tregtie. A ka penetrim më të thellë? A ka penetrim më të thellë në shtetin shqiptar se sa përfaqësues të Sinaloas në zyrën e kreut të ekzekutivit?